Rreth 45 persona janë paraqitur në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës nga momenti i ndërrimit të viteve në 12 orët e para të ditës, ku pjesa më e madhe e rasteve kanë pasur në lidhje me intoksikimin. Sipas stafit mjekësor, situata është menaxhuar pa komplikacione serioze, ndërsa është regjistruar edhe një rast i vetëm nga Spitali i Bashkisë Puk si pasojë e lëndimit nga mjetet piroteknike. Gjatë 12 orëve të fundit janë vizituar rreth 45 pacientë në urgjencën e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Grup mosha të ndryshme, gjatë natës kanë bizotruar 20-30 vjeç, duke marrë parasysh festimet me alkoolin kryesisht. Mjekja e urgjencës Enxhi Meçani bën me dije se muaji dhjetor ka qenë mjaft i ngarkuar për Spitalin Rajonal të Shkodrës, kryesisht për shkak të përhapjes së virozave sezonale, të cilat kanë shtuar ndjeshëm fluksin e pacientëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Fundi i vitit, këtë vit dhjetori ka qenë shumë i ngarkuar, kryesisht me virozat, sidomos javën e fundit dhe ditëshin e fundit, janë paraqitur grup moshat e treta, cilët kanë marrë shërbimin përkatës. Megjithatë, sipas bluzave të bardha krahasuar me vitet e kaluara, ky fillim vit mund të konsiderohet relativisht i qetë për qytetin e Shkodrës, pa ngjarje të rënda dhe me një situatë të qëndrueshme në shërbimin e urgjencës.